Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shpërthimi tek zyrat e reja të postës Kosovës në Zveçan Trondit Veriun e Kosovës, lajmin e bëri të ditur zëvendës drejtori i policisë në rajonin Mitrovicës. Sipas informacioneve të para, ngjarja ndodhi rreth orës 00:30 minuta. Janë shkaktuar dëme materiale thyrje xhamash, por nuk ka të lënduar, tha Veton Elshani. Ai shtoi se njësitë përkatëse të policisë janë në vend ngjarje dhe po zhvillojnë hetimin për rastin. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës, Eyüp Maqedonsi, shpreh shqetësimin se ndikimi rus në veri është rritur pas agresionit rus në Ukrainë. Në intervistë për median kroate, Večer një list, Maqedonsi informoi se ka informacione të besueshme për pranimin e inteligjencës ruse në qendrën humanitare ruse në Nish. Sipas tij, Serbia vazhdon të bashkëpunojë me Federatën Ruse në zhvillimin e aftësive të saj mbrojtëse. Shumica e sistemeve raketore serbe dhe sistemeve ushtarake janë blerë nga industria ushtarake ruse, si dhe nga Kina dhe Irani, nënvizoi Maqedonsi. Në lidhje me marrëveshjen me Shqipërinë dhe Kroacinë, ministri i Mbrojtjes i Kosovës nënvizoi se nuk është për të sulmuar vendet fqinj. Nuk po fuqizohemi për të pushtuar vendet fqinje, por po e fuqizojmë ushtrinë tonë që të jetë aftë të mbrojë Kosovën pavarësisht fuqisë së kundërshtarit, tha ministri i Mbrojtjes i Kosovës Eyüp Maqedonsi. Zëvendës sekretarja e përgjithshme e NATO-s, Radmila Shekerinska, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit vazhdueshëm ndërmjet NATO-s dhe BE-s për të ruajtur stabilitetin dhe sigurinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Apeli vjen përmes rrjeteve sociale pas një takimi të zhvilluar me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Edhe i dërguari i Unionit konfirmoi bashkëpunimin e ngushtë me Aleancën. Pak ditë më parë ai zhvilloi një tur takimesh në Prishtinë dhe Beograd para rifillimit të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve. KFOR apelon se stabiliteti në rajon varet nga angazhimi i të gjitha palëve për të zgjedhur diplomaci në vend të dhunës. Në intervistë për Frontline, KFOR informon se zgjidhja afatgjatë për paqen është politike dhe duhet të përfshijë dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian si kornizë të vetme për trajtimin e çështjeve politike. NATO vazhdon të mbështesë fuqishëm dialogun e lehtësuar nga BE si kornizë e vetme për zgjidhjen e çështjeve politike në pritje me respektimin e të drejtave të të gjithë komuniteteve, thuhet në reagimin e KFOR. Eurofor rrit praninë në Bosnjë dhe Hercegovinë me ushtar nga Çekia, Italia dhe Rumania. Kjo është përshkruar si një masë parandaluese pas rritjes së tensioneve në vend si pasojë e miratimit të ligjeve jo kushtetuese në entiteti Republika Srpska. Eurofor është dislokuar në 17 lokacione në të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën me qëllim mbrojtjen e popullsisë dhe ofrimin e mbështetjes për autoritetet shtetërore. Presidenti prorus i Republikës Srpska i entitetit serb të Bosnjës dhe Hercegovinës, Milorad Dodik, ka mbërritur në Moskë. Përmes rrjeteve sociale ai deklaron se sa herë që shkon në kryeqytetin rus, qëndrimin e nis me një vizitë në monumentin e herojit panjor për të nderuar 28 milion rusët që kanë ndruar jetë në luftën e dytë botërore. Gjykata në Bosnjë dhe Hercegovinë ka lëshuar flet arresti ndërkombëtar për Dodikun pasi ai nuk është përgjigjur ftesave të zyrës së prokurorit për të intervistuar, lidhur me dyshimet se ka kryer veprën penale të sulmit kundër rendit kushtetues. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.